Në një ambient piktoresk të Lubeniqit të Pejës është edhe shtëpia familjare e Mahmuteve. Me angazhim shumë vjeçar e me dashuri të veçantë, ambienti tani është shndërruar në një ekonomi mjaft fitimprurse familjare. Në njërën anë, hurdha e peshqive e në anën tjetër, kosheret e bletëve. Është një levërdi ekonomike paka shumë që e plotëson mungesën e të ardhëm që jonë, kështu që barazohem. Nuk është biznes i keq, mund të quajmë biznes kështu, po biznes familjar që mund të mjetohet me to. Ka njerë me mbet fitimi jonë të para aty që një rrogë bile një personi në nxirret, po delet më shumë. Ku plasohet kjo? Ku e plasmani? Zakonisht këtu i furnizojmë qëto hotelet edhe restorante vogla, vinë e marrin peshkun freskët, ose jo quajmë atje mvaret prej pajisjeve tyne, nëse kanë pajisjen e vetë, kanë një impjant vogël kështu, vinë e marrin, e kultivojnë afër restorantit. 90% jonë furnizuar restoranet me to, po edhe familjarët vinë për ditë kështu marrin. Për Dem Mahmutejn, pensionist, 30 kosheret me blet krahas kënaqësisë së veçantë, sjellin edhe përfitime materiale. Po bleta, si bleta është një insekt i bekum. Levërdia ekonomike e saj është e dukshme, po varet prej disa faktorëve dhe prej faktorëve atmosferik klimatik. Për sa i përket kushteve klimatike dhe kushteve të vendit këtu është një ambient, një vend që i pakrahasueshëm ndoshta, se Dugagjini jo vetëm këtu, po Dugagjini përgjithësi është me një florë të begatshme që ja vlen secili që i ka mundësi të marrë me këtë veprimtari. Nuk është e shtershme kullota e bletarisë në këto regione, është e pashfrytzuar ndoshta mbi 80% është e pashfrytzuar. Ka mundësi të rritjes së kapacitetit të kësaj veprimtarie, edhe me siguri kisha rekomandu secili pse jo mos merren edhe me këtë veprimtari që punë plotësuese. Dem Mahmutej është i kënaqur edhe me mbështetjen institucionale që merr për këtë veprimtari. Subvencionet jepen, është e parapamur mbi 30 familje. Vitin e kaluar ka qenë dikon 10 euro, si vjet na kanë bë 15, po për aty në 15 dhe pak a shumë na i mund edhe 1 euro gjys, se na kanë obliguar që më ia dhon veterinarit. Nëse veterineri vjen i kontrollon halal, po as vjen hiç, po duhet me shku me marrë qatë vërtim, mos din ku i komplet. Është fatkeqësia më e madhe. Po mirë është, edhe 13 euro gjysi na japin mirë është. Mirë është, me që ato 13 euro, sa do pak bile ushqimin artificial që duhet i ushqen vjesht, e kompenzon, e mbulon. Me këtë veprimtari merret e tërë familja Mahmutej, por kënaqësi e veçantë për Demën është kur e vizitojnë nipërit dhe mbesat. Atëherë ai me kënaqësi u flet për këtë veprimtari ku ai krahas përfitimeve materiale gjen edhe kënaqësinë e këtyre ditëve si pensionist.